Faleminderit për muzikën live. Ishte kënaqësi që një nxënësi joni gjatë kohës në piano, në mënyrë të improvisuar, se ka prit që e përshëndes. Faleminderit shumë. E nderuar familja e dëshmorit Ramadan Rexhepi, e nderuar familja e dëshmorit Zelula Zena, të nderuar përfaqësues të komitetit të fshatit, të nderuar nxënës, mësimdhënës, stafi i shkollës sonë, të nderuar mysafirë që keni ardhur sot. Faleminderit që shpreh dëshirën dhe gatishmërinë për të na bashkangjitur sot në ditën e shkollës. 5 maj në fakt gjithmonë ka qenë një festë typisht. Festa e parë ka qenë në nënja e dëshmorit emrin të cilin shkolla jonë e mban shpesh edhe me shumë krenari, Ramadan Rexhepit, por gjithashtu 5 maj është festë për neve, sepse është dita jonë e shkollës. Gjatë gjithë këtij menaxhimi sa kam qenë këtu së bashku me stafin, jemi munduar, këtë sa kemi arritur që gjithmonë ta bëjmë sa më ndryshe e sa më mirë të mundemi bazë mundësive sigurisht dhe kapaciteteve që neve kemi. Ju e dini që duke qenë institucion edukativ arsimor publik, shpesh ndonjëherë dhe na kufizohen mundësitë, por unë jam shumë falënderuese në radhë të parë stafit të shkollës, nxënësve, prindërve, por mbi të gjitha jam shumë falënderuese sot familjes së Danit, të cilët gjithmonë në këtë organizim bashkëpunojnë me neve, japin mendime dhe vendosin se çka mund ta shënojmë. Sot, ndryshe nga era tjera, ne deshtëm dhe vendosëm me këshillin e shkollës dhe mbas një diskutimi që pata me një nga familjarët të bëj prezantimin e dokumentarit për Danin, i cili në fakt ishte një dokumentar i gjiruar shumë kohë më herët. Arsyeja që e bëm është që vërtet duke filluar nga unë base, por edhe nxënësit, është që nuk është që e kishim pa këtë dokumentar. Vitet kalojnë, gjenerata të reja vinë, edhe ndonjëherë duke kaluar 40 vitet harrohet edhe historia. Fatkeqësisht, qëllimi gjithmonë i ditës shkollës ka qenë që të ruhen vlerat e luftës. Të ruhen do të thotë vlerat e atë dashurisë, por mbi të gjitha është shumë e rëndësishme që neve t'ia dimë për nder e për vlerë gjithë dëshmorëve të kombit, e në këtë rast sigurisht edhe Ramadan Rexhepi, Zelula Zenës, dy dëshmorët e fshatit Sojel, por gjithashtu edhe Ramadan Rexhepi, i cili mban edhe emrin shkolla jonë. Në fillim ne do bëjmë të thotë prezantimin e dokumentarit, për të cilën besoj që disa nga nxënësit të cilët janë prezent dhe u organizuam janë nga klasa e 6 në klasën e 9, të cilët janë prezent, të bëjmë të thotë ajo flet më shumë se sa unë mund të flas sot, dhe më pastaj kemi disa falënderime për gjithë ata bashkëpunëtorë të cilët në fakt na kanë ndihmuar të arrijmë disa nga objektivat tona si shkollë. Faleminderit shumë. I urtë e i dashur. Me shkaftësitë dhe aftësitë që ja kishte dhuruar Zoti, vendosi të studioj Fakultetin e Kulturës Fizike në Universitetin e Prishtinës. E thash, nëmë, tha, do me shku, 6 pikim, një do shme dhanë. E tha, s'ne, pasim nëmë atë që i kam qua gjerë me dërë. Po, më thët doni se baba ago, në realitet, pas e dishka me votu dikon. Ta shajliku, shka ko të rrida, pa më se ban shumë me zonë, pas e qështu, do të gjithë një naltë kësmet. Kumë bërë naltë, fa një zërës dhe ta kap një pushtë, pas e pe ka pushkën, nuk ka i laqë, shtek s'ka i laqë këto, zbonët, nuk qëtësohet. Po pi kap një këtë, da një të duhet një kap të ashtë të bërë gjakin, kësoj duke, gjak me dherë, se lufta dhije që e që, duke që të pasjelë njërë, gjithë njërë. Ishte mjaft i afërt, i sinqert dhe shumë i dashur. Ishte i veçantë me karakterin dhe humanizmin që kishte. Ishte i veçantë me aftësitë organizative dhe vullnetin e mirë që kishte për punë. Ishte përplot energji pozitive që Zoti ja kishte falur. Doni përveç punës në shkollë si besak ka qenë i angazhuar në shumë aktivitete për çështjen kombëtare. Me vullnet dhe pa përtesi krymte të gjitha.
edhe pse i filloi si i dhe ende i ka diplomuar. Ata i vazhdoi punën në shkollë teknike dhe me themelimin e shkollës mjekësisë vazhduan të bashkë punën në shkollë mjekësisë. Është interesant përmendet një fakt. Është shkolla që ju ndihmojnë njerëzve dhe së fundi edhe luftës ju përgjigj. Që ka më pëse ka qenë për 10 ore, dite e njëte, ditën e prante në 4 vjetore të pasi ditë të lirë, të cilën patun planifikuar që ta mbajmë një takim së bashku, por nuk doli. E kishte të qartë se ata që duan paqe, duan të përgatiten për luftë. Ai e la ditarin për të rrokur armën. U ndan nga nxënësit që shumë i deshi, i edukoi dhe i frymëzoi në frymën kombëtare. Fillim një të vitit 1998, vjen Rezia Shari për Jezecit, flamuj tash është dëshmëri kombit, edhe thot, ju thua të reshokve së jemi, se nesër në mëngjes duhet nisur për Jezec. Pra pikërisht në këtë vend jemi në lagjen e Katundit të fshatit Jezerc. Disa ushtarë tonë kishin afruar nga dëshmërinë e Ramadan Recepit që të bashkangjitet radha të ushtrisë qytetare të Kosovës, meqense me aktivitetet e tij edhe në qytet dhe fshatin e tij, ai kishte dëshmuar se është i gatshëm dhe kishte kontribuar deri edhe në atë kohë. Kështu në fundin dorë fillimin e vjetorit, unë kam pas dhe Ramadanin e njësha shumë nga karakteri, nga disiplina dhe nga bujaria që kishte ai dhe posedonte në të gjitha aspektet. Posaçërisht, ai kishte një edukat të lartë dhe një gjë të tillë e dëshmoi edhe Ramadan Rexhepi si komandant i batalionit, i cili në vijat e frontit nuk pushoi për të ndalur hovin e armikut, që nuk ishte për qëllim për të mbrojtur vetëm njësinë tona, por kishte për qëllim të mbrojtur edhe me mira qytetarë, të cilët ishin të vendosur në luginat e Mollopolçit dhe luginat e Petrovës. Ndroha gjatë luftës, shumë të kishëm nevojë për njerëz profesional, njerëz që ishin përgatitur edhe fizikisht, njëri prej tyre që ishte i përgatitur edhe fizikisht, edhe profesionalisht në aspektin e edukatës fizike ishte kujtosi. Ishte njëri i cili për edhe skemën për përgatitjen fizike të ushtarëve tonë. Dhe të po angazhimin e tij, vullnetin e tij, tajmërinë e tij, komanda e zonës normalisht shërtoi çështjen e profesionalizimit më të mirë të provave të saj ushtarak dhe pas analizave që kemi përcjell si komanda e zonës 6 prov të zonës operative të ndihmës që të profesionalizohen në shkollë, që kishte hapur shtabi i përgjithshëm për komandant batalionësh. Nga zona operative në ndihmës ne kemi përcjell me ordëres 6 prov të zonës, cilët do të përgatiteshin për të marrë pjesë me komandantëve të batalioneve të 2 brigadave që kishin masovuar, brigadës 161, Ahmet Kaçiko dhe brigadës 162 Hakim Bajrami. Qytetari i Kosovës është urdhëruar që të fillohet me shkollën për komandant batalioni. Dhe ajo është realizuar në fillim të vitit 1999, pikërisht në fillim të muajit shkurt. Kursant që kanë ardhur nga të gjitha zonat kanë qenë djemët më të përzgjedhur e këtyre zonave. Lëndë që i kanë ndëgjuar në mënyrë intensive, pikërisht kanë qenë lëndë të cilat do të shërbeshin aty në pjesën praktike në zonat e veta operative. E ato kanë qenë udhëheqja dhe komandimi, orientimi në natyrë dhe leximi i hartave topografike. E shkurt i vitit 99, një mot i lek me borë dhe shi, në mëngjes sa për na zgjoi dhe kërkoi që ne përgatitemi për ushtrime, ne ju ankumi thamë se po bie borë dhe shi, kishte qenë mirë që sot mos t'i marrim ushtrimet e mëngjesit.
bile dhe do ta këndojmë këngën në përbor e në përshi, trojet tona do t'i bëjmë Shqipëri. Vlen të përmendet se në Dhënjesht kemi hasur në një ofenziv që ushtarët e Komunës Gurit kishin qenë në pozicione dhe vendosmëria e Didasit ishte që aty ne të pozicionohemi dhe të ndihmojmë gjatë luftimeve. Gjithashtu është jam e vetëshme se shumë jena vjedhisu unë e gjithë tjerët për të kuptuar edhe sot kur bëhet tallje me shtetin që ka dëshmorë, që ka lënë familje, fëmijë. Edhe sot i shohim të mëdha edhe krenar, vërtet po vetëm një nane e cila e rritet vetëm me fëmijët e kupton se sa sfidë, sa sakrificë është. Kështu që është përgjegjësia jona fillimisht morale e pastaj shtetërore që gjithmonë të kujtojmë fillimisht në krenari, sigurisht që në krenari e thas në çdo fjalë që nga prindrit, nga fëmijët, nga bashorët, nga gjithë vëllezërit. Kështu që është vetësim, nuk ishte i rastësishëm i thash kur e kemi biseduar ka qenë rënë për vetë si dokumentar, do thotë sepse janë emocione. Disa nga bashkëluftarët nuk janë sot, do thotë të cilët kanë folur fjalët më të mira për Danin, edhe ajo është mendoj që është krenaria. Nxënësin tanë, jo rastësisht kemi zgjedhur nga klasa e 6 në klasën e 9, sepse mendojmë jam të aq të vetëdijshëm për të kuptuar edhe misionin e Danit. Do thotë janë dyzuar dy gjëra shumë të rëndësishme. Arsimi, të gjithë ata që ishin bashkëmotor të arsimit, thanë fjalët më të mira dhe ne kemi obligim, siç e tha edhe ish drejtori i ndjer, çojmë përpara misionin e tij për dijen, por gjithashtu është edhe misioni i tij për luftën dhe atë dashurinë, që është misioni jon i përbashkët e mbi të gjitha dhe. Në vazhdim në fakt, po mundohemi pak ta ndryshojmë këtë çështje që patëm deri më tani. Shkolla jonë vazhdon të punojë ndryshoj me aq mundësi sa kemi. Dhe kohëve të fundit, siç e keni parë, do thotë janë filluar disa punime, kanë filluar para një viti e gjysmë, por që ngjenë për arsye procedurale që institucionet e tim vetë, filloi disa punime për të cilët jam i njohur se drejtorisë arsimit në fazën e parë për punimet që u bën. Fatmirësisht objekti i shkollës po dhe oborri është shumë i madh, edhe duke qenë shumë i madh po do të shumë punë dhe shumë projekte. Kështu që u bën disa punime edhe vazhdojmë sot më është pothuajse në fazën përfundimtare të gjithë rregullimit të oborrit të shkollës dhe kishim dashur së bashku sigurisht që do ketë një pamje shumë të bukur sa këto që po i prezantojmë. Ftojmë së bashku t'i shohim disa pamje të oborrit se si kanë qenë dhe si kanë ndryshuar kohëve të fundit me investimin që është bërë që do të themi pas kësaj. Lojarisht që ne kemi nevojë për ndihmë e ka kuptuar që duhet me kontribu. Edhe këta prind që gjithmonë më ka kërkuar të lutem drejtërisht let metet interne mes nesh, nuk dua të askush asnjë gjë. I vlerësoj shumë këta njerëz, më shumë se çdo njeri që në fakt mundohet të bëjë punë më të mëdha ose edhe më të vogla dhe don që t'i përmendet emrin. Sot i kanë kërkuar jo atij, bashortës së tij në mirë kuptim. Minimumit si shkollë t'ja jap një mirënjohje për gjithë bashkëpunimin, jo një herë, të 100 herë që ke pas ndaj shkollës, për gjithë mbështetjen të pakontestueshme ndaj shkollës, si në aspektin infrastrukturor, por edhe atë emocional. Sot dua të shpreh mirënjohje për kontributin e tij ndaj shkollës, Fidan Recepin, edhe kësaj që vitë prezant. Edhe pse nuk është rasti të fakt, urdhno këtu. Faleminderit shumë. Nuk është rasti se Fidani është një nga fëmijët e një nga mësuesve më të mirë që ka pas shkolla jonë, për të cilën nuk kam pasur gjithmonë emocion, ka qenë njëri më i edukuar, më i dashur, më harmonik ndaj shkollës tonë, siç është ish mësuesi jonë i tjerë tashmë. Për të cilën në fakt na e kujtojmë me shumë dashuri dhe me shumë nostalgji, dhe se mësuesin bra, kështu të quajmë gjithë dua ta bëjmë. Edhe është mirë kur bra parek si trashëgimtar, siç ka lënë mësuesi bra, e siç ka lënë Dani shumë të tjerë. Fidan, faleminderit shumë. E di që nuk e dash, bësh publik, është tani më i vogël që dua të bëjmë neve, por ndonjëherë një gjë e vogël është motivim edhe për të tjerët, për të kuptuar rëndësinë edhe sa do të thonë bashkëpunimin që ke dhënë. Ne kemi shprehur kemi dhënë një mirënjohje në emër të shkollës tonë,
zotërit Fidan Rexhepi, angazhimit për kushtimi juaj ndaj përparimit të arsimit janë shembull i vlerave të larta qytetare dhe dashurisë për komunitetin. Mbështetja juaj ka një zhurmë pozitive në mjedisin arsimor dhe në përmirësimin e kushteve për nxënësve tanë. Ju falenderojmë nga zemra dhe ju dëshirojmë shëndet, sukses në bashkësi në çdo hap të jetës suaj. A do me fol, a ki përqi? Si ta Faleminderit shumë. Me respekt, faleminderit shumë. E di që është emocion. Dhe partorë jam shumë të pak në krahasim me ato që bën dëshmorët tanë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Gjithashtu, ky projekt, në fakt projekti Oborrit të shkollës, është mirë për ta thënë që janë pak shkolla që e kanë fituar do të thotë si projekt. Dhe mos gabofsha për hir të korrekcisë në gjithë shkollat e Mirzajt janë vetëm 10 shkolla që kanë fituar projektin e rregullimeve të oborrit. Dhe ky është në fakt një projekti për shkolla. Ne mundohemi, ju e dini që për te modestisë kam qef çdo projekt ta ndryshojna nga një herë rimarrim, nga një herë rimarrim, edhe duhet me punu shumë, domethënë mi gjetë gjitha mundësitë për ta realizuar. Dhe fillimisht kryetari i komunës edhe drejtori i arsimit sot na kanë përshëndetur dhe kanë kërkuar falje sepse për një ditë janë siç e dini ditat e shkollës dhe një herë vinë tek ne dhe një herë duhet shkojnë edhe në shkollën Gaç ku është dëshmori tjetër dhe dita e shkollës. Dhe unë dua ta falenderoj pse është prezant kryetari i komunës Argem Aliu, por gjithashtu sot dua ta falenderoj edhe një ndërmjetësues që kemi pasur në realizimin e këtij projekti, që ju vetë e keni zgjedhur, është kryetari i fshatit Juf, Betimi, i cili është shumë i zëshëm, është shumë telashaxhi. Kështu dhe kemi qujtë se do më thonë me përpikmëri, vjen, kujdeset, se si po shkon projekti, edhe gjithë më thotë drejtërisht, ati nxjerr me edhe koshat, ati nxjerr me rrjedh, ati ku thonë çka do që të vish mirë se vinë dhe i falenderoj shumë që ka qenë shumë i kujdesshëm në gjithë përpikmërinë edhe realizimin e planit. Sot do të thotë kryetari me thonë drejtën e ka dhe obligim, apo jo të më ndihmoj, kurse kryetari i fshatit i cili me vullnet plot, pa asnjë obligim financiar, do të thotë ju dini që mbi baza vullnetare punojnë, na ka ndihmuar që ta realizojmë këtë projektin e oborrit dhe si shkollë sigurisht dua të shprehim një milionë edhe falënderim, betem mund të vish. Po edhe ka nisë marrë. Betem gjithashtu është e njëjti shënim për gjithë kontributin që ke dhënë, do të thotë me gjithë këtë angazhim. Të falenderoj, ti je më shumë i mikrofonit se fidon edhe me projektin. Jo dita e shkollës në Zonësat, kushën ta gëzoni, ashtu edhe si banori i fshatit Sojel dhe si kryetari i fshatit Sojel. Hoxha tani e ka dish sportin, ta duni edhe ju sportin, të bani shembull në gjithë dorat komunale dhe më larg. Urime, dita shkollës, paqë shëndetin të gjithë. Faleminderit shumë. Urime. Faleminderit shumë. Edhe shikaj, të kom një shtep e thash fjallë, në tha një fakt me garat e sportit, zakonisht dita shkollave reditet një listë sukseseve të shkollave dhe krejt, dhe për mësë me dash një rëndu dhe juve, sot mund të themi me krenari që në zonësat e shkollës tonë, është fat mirëset, ata qëzitrisht nuk e di, po më beson në vendin e parë, vendin e dytë, vendin e tretë, në futbol, handball, në shaj kemi zonë vendin e parë në region, do të thotë kam zonësa që dojtë sportin, e nashta është ajo energjia që e kalon doni që në sport nuk kanë mirë sojeva dhe vish po përmaron në aspektin e sportit. Ju që jemi keqër të tjera, po në aspektin e sportit si që në zonësa tonë përgjithësi do të thotë shkëlqejnë. Ram dohë, apo jo? Se ju dhe një ka fitu si të garave që njët krenar të falenderoj për këtë bashkërimin edhe të jëtë. Edhe gjithë zonës e tjetës që ka kontribu. Faleminderit shumë që ishit prezent sot. Në një kontekst rastit modern,